Strehimi i papërballueshëm është një nga problemet më të mëdha me të cilat përballen qytetarët e Tiranës. Sot në Tiranë nuk gjen dot shtëpi poshtë 1400 euro metri katror, dhe po flas për zonat më periferike të qytetit. Çmimet brenda unazës vogël kanë shkuar 2000 euro metri katror, por të mos folur pasaj për zonën e bllokut ku nuk gjen asgjë nën 5000 euro metri katror. Sipas Instatit, 84% e qytetarëve në Republikën e Shqipërisë marrin rrogë mujore neto 76.000 lekë të reja e më pak. Tani, ky është niveli më i përhapur i shtresës mesme në Shqipëri, kështu që unë po marr një familje të 2 punonjësve shtresës mesme, e cila së bashku punojnë të 2 familjarët, së bashku ka të ardhura mujore 152.000 lekë të reja në muaj. Tani, kjo familje me 2 fëmijë që të marrë një kredi 120.000 euro, do duhet të paguaj 65.000 lekë të reja këstin mujor të kredisë. Nëse bëjmë një llogari, i bie që ata të paguajnë 43% të ardhurave të tyre vetëm për shlyer këstin e kredisë. Sipas ligjit të strehimit social, shpenzimet mujore nuk duhet të kalojnë për kredi dhe për strehim, nuk duhet të kalojnë 25% të ardhurave. Dhe kur kjo përqindje kaq e lartë i rëndon një familje të shtresës mesme, imagjinoni çfarë ndodh me familjet e punëtorëve apo të varfërve, të cilët as mund të ndërrojnë më që të blejnë shtëpi. Mirpo, ajo që është e vërteta, sidomos për familjet e shtresës mesme, është që zakonisht familjet të tilla të reja nuk kanë vetëm 2 fëmijët e tyre, 1 apo 2 fëmijët e tyre në ngarkim, por zakonisht kanë edhe prindrit të cilët marrin pensione jashtëzakonisht ulta. Kur nëna apo babai yt merr një pension 100.000 lekë të vjetra, praktikisht ti e ke në ngarkim. Në këtë kuptim, familjet e reja, familjet punëtore, familjet e shtresës mesme, praktikisht kanë në ngarkim 5 deri në 6 fëmijë. Tani, si mund të dalin të ardhurat për këstin e kredisë, po fundi edhe për Tiranë, që nuk para e gjen nën 400 apo 500 euro më në Tiranë, dhe prapë se prapë tjetosh. Strehimi i Tiranës, po ju them, është jashtëzakonisht i papërballueshëm. Po kjo nuk vjen prej ndonjë niveli të lartë zhvillimit ekonomik, po vjen rreth parë prej pastrimit parave, prej spekulimit madh imobiliar dhe prej korrupsionit. Kjo është arsyeja pse në këtë qytet ku strehimi është kaq i papërballueshëm, ku kaq shumë njerëz nuk blejnë dot shtëpi dhe ku qiraja është kaq e shtrenjtë, përsëri mbi 52.000 apartamente brenda bashkisë Tiranës gjenden bosh. Pra njerëz të pastre, njerëz të keq strehuar dhe nga ana tjetër apartamente që as futen në tregun e shitblerjes apo të qiramarrjes. Lëvizja Bashkë e ka studiuar jashtëzakonisht mirë problemin e strehimit, sidomos në Tiranë. Ne propozojmë masa urgjente, masa serioze, masa pa marrjen e cilave nuk mund të nisë zgjidhja e problemit të strehimit në Tiranë. Masa e parë ka të bëjë me luftën e paepur ndaj korrupsionit dhe pastrimit parave. Do duhet vërtet një reformë e thellë dhe depërtimi i dritës së transparencës në sektorin ndërtimit, aty ku oligarkia dhe krimi organizuar bën para të madhe, ka fitime marramendse dhe bën një spekulim të jashtëzakonshëm. Mirë, nuk mjafton vetëm kjo. Do duheshin të ndërmerreshin, dhe ne kemi të gjithë vetdijen dhe gatishmërinë të ndërmerreshin politika fiskale që e shtyn futjen e apartamenteve bosh apo apartamenteve shumta, treta apo të katërta, në tregun e shitblerjes apo të qiradhënies së apartamenteve. Ne mendojmë se do duhet rritet taksa vjetore e ndërtesës për ata që kanë më shumë se 2 apartamente, pra apartament 3, 4, 5, nga ana tjetër do duhet të ketë një taksë veçantë për apartamentet bosh. Pas këto nuk mjaftojnë. Do duhet që strehimi social të jetë më i përhapur. Kompania publike që ne kemi ndërmend të themelojmë, që do të merret me strehimin social, në njërin anë do duhet ta vjel më mirë taksën 3% për strehimin social, jo më në monedhë siç ndodh sot dhe nuk shlyhet asnjëherë tërësisht, por drejt për drejt në sipërfaqe ndërtimi. Nga ana tjetër, kjo kompani apo fond publik zhvillimor do duhet të mendojë mënyra të ndërtimit të banesave me fonde publike, të cilat do të jenë përballueshme për shtresat nevojë, për çiftet e reja dhe për gjithkënd tjetër që nuk ja del përmes punës të ndershme apo sipërmarrjes të ndershme të ketë një strehim të mjaftueshëm dhe të qëndrueshëm në qytetin e Tiranës. Tani, të gjitha këto propozime kanë një kusht për realizimin e tyre.
që është politika e ndershme dhe guximi për të përballur me të gjithë ata faktorë obskurantistë dhe korruptiv që e kanë bërë qytetin tonë të pajetueshëm. Në njërin anë, politikanët e korruptuar, në anën tjetër, oligarkët dhe krimi organizuar. Lëvizja Bashkë ka guximin, ka idenë, ka vetdijen për të dhënë zgjidhje qytetarëve të Tiranës në radhë të parë në çështjen e strehimit.